Aktori I njohur I humorit dhe aktivisti Florian Binaj ka reaguar pasi Partia Demokratike deklaroi se do të mbështesë kandidimin e tij për kryetar të Bashkisë së Tiranës përballë socialistes Ogerta Manastiliu. Teksa ka falënderuar partitë opozitare si Partia Demokratike Shqipëria Bëhet dhe Nis Mathurje për mbështetjen ndaj kandidaturës së tij të pavarur, Binaj shprehet se është I hapur për çdo mbështetje që do të vijë nga forcat opozitare. Ai ndër të tjera ka falënderuar qytetarët e Tiranës për inkurajimin këtë ditë, ndërsa ka theksuar se nuk është politikan por qytetar dhe partia e tij janë qytetarët. Kjo garë është për ju. Unë nuk jam politikan, jam qytetar dhe partia ime jeni ju. Deri më sot kam luftuar padrejtësinë dhe të keqen me humorin dhe artin tim. Sot ju ftoj ta luftojmë me votë, shkruan Binaj. Reagimi I Florian Binaj. Falenderoj për mbështetjen që I dha kandidimit tim si kandidat I pavarur Partia Demokratike, Shqipëria Bëhet dhe Nis Mathurje. Mbetem I hapur për çdo mbështetje që do të vijë nga forcat opozitare. Dëshiroj mbi të gjitha të falenderoj me mira qytetarët të Tiranës, të cilët më kanë inkurajuar këtë ditë. Kjo garë është për ju. Unë nuk jam politikan, jam qytetar dhe partia ime jeni ju. Deri më sot kam luftuar padrejtësinë dhe të keqen me humorin dhe artin tim. Sot ju ftoj ta luftojmë me votë. Të dënojmë ata që na vodhën dhe bën humor me ne. Ju ftoj të bëjmë bashkë mendjet dhe zemrat kundër pushtetit që po dhunon jetët dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.